Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë bashkarisht lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Sot do të flasim për një përmbledhje se çfarë do të ndodh sonte në prajmin e Big Brotherit. Pas një dasme shumë të bukur, pas një ambienti fantastik, sonte pritet që të jetë një prime shumë i nxehtë. Ka patur deklarata të forta, ka patur qëndrime të forta, ka patur debate të forta, ka patur diskutime të forta. Po afrohemi drejt fundit. Banorët janë duke analizuar se kush mund të jenë 4 finalistët e parë. Në fakt, po luftojnë të gjithë për të qenë në finalen e madhe, po luftojnë të gjithë për të qenë në podin e madh, po luftojnë të gjithë për të qenë në skenën gjigande. Do të thënë të gjithë duan që të jenë në qendër të vëmendjes. Fillimisht njëherë kjo mbrëmje do të nisen me dasmën, do të thënë Ledioni do të komenton dasmën, do të sjellën momentet më interesante të dasmës, por në fokus do të vendohet edhe fakti që Rogerti dëshironte që t'ia prishën dasmën Brikenës edhe Mateos, por duke e ditur që është një gjë me kastile, do të thënë duke e ditur që është një plan i qëllimshëm, Mateo dhe Brikena nuk është se u ndikuan nga emocionet e kësaj dasme, nuk është se u ndikuan nga puna që u bën në këtë dasëm. Ato thjesht e dëgjuan atë fjalimin që kishin bërë, që mua më së shumti në fakt mu duk një fjalim qesharak, se sa një fjalim për t'ia prish tjetrit ambientin dhe për t'ia prish dasmën, dhe e vazhduan qefin, e vazhduan ambientin, e vazhduan atmosferën e tyre. Pjesë e kësaj dasme ishin edhe familjarë të Mateos dhe Brikenës, këtu përfshirë tezja e Brikenës edhe mbesa e Mateos, që në fakt nxiti kureshtjen tek banorët, apo bëjmë dasëm për të shkuar në finale, apo bëjmë dasëm sepse e ndjejmë dashurinë. Dhe ka qenë kjo pyetja që në fakt është folur lart edhe poshtë, se çfarë niveli të dasmës ne po bëjmë. Do të thënë cila është qëllimi i kësaj dasme. Sonte në fakt do të fliten të gjitha këto ngjarje, sonte do të komentohen të gjitha këto situata që ndodhen në këtë dasëm, fillimisht me hapjen e prajmit. Më pas do të kalojmë tek një diskutim që ka patur mes Mirit edhe Selin dhe Rogertit. Do të thënë treshja, kombinimi Miri, Selin dhe Rogerti kanë qenë në qendër të vëmendjes këto ditë, kanë patur diskutime të jashtëzakonshme, debate të jashtëzakonshme, që Miri ka mbajtur qëndrimet e tij të ftohta, Selina ka mbajtur qëndrimet e saj jashtëzakonisht të ftohta, Rogerti ka qenë në fakt një lloj shtyse për të bërë këto debate, sepse unë e shoh që Rogerti e ka shumë të nevojshme debatin me Selinës edhe Mirit. Do të thënë do të kemi një përmbledhje të ngjarjeve që ka ndodhur brenda në shtëpi mes këtyre të dyve, për t'i komentuar si mundësi që duan në fakt të krijojnë një lloj aleance dhe jo më kot ndodhin këto zënka dhe këto grindje. Gjithsesi, domethënë produksioni do mundohet që ta godet Mirin në aspektin që ai dëshiron që të afrohet me Selinën, por e njëjta do të ndodh edhe me Selinën kundër drejt Mirit. Debatet nuk kanë ndaluar edhe mes Rogertit dhe Shëndritit, domethënë është një arenë e hapur debatesh këtu përfshirë edhe Mateon, do të kemi një trekëndësh edhe të tillë, ku kanë qenë diskutimet shumë të forta, ku kanë qenë debatet shumë të forta kundër drejt njëri tjetrit, me ofendime dhe me bullizime, gjë e cila në fakt është bërë jashtëzakonisht shumë virale në rrjetet sociale. Do kemi reagime me kundja nga Arber Hajdari kundër drejt Rogertit edhe Mirit për qëndrimin që ato të dy e patën brëm, do të thënë është përfolur shumë që do ta komentoj në një video tjetër, në qoftë se Arbri ka dhënë një mesazh favor Mirit. Do të kemi gjithashtu edhe diskutim mbi Edisën dhe Brikenën, pasi që vajzat kanë patur kacafytje të shpeshta, gjithashtu Juela, e cila ka qenë në qendër të vëmendjes me Brikenën dhe Selin, domethënë e gjithë shtëpia është në një kaos të vërtet, të cilët duan të marrin vëmendjen, duan të marrin fokusin se kush do të shkojë në finalen e madhe. Domethënë është një katërshe që po komentohet jashtëzakonisht shumë për finalen e madhe.
madhe. Do t'i kemi të gjitha këto të përmbledhura në disa situata, në disa pika që do të flitet në fakt rreth shtëpisë, rreth dinamikave të shtëpisë dhe gjithçka çfarë e përfshin këtë shtëpinë. Përpos këtyre gjërave kemi dhe surprizat e bukura. Sonte përpos surprizave që do të futen në shtëpinë e Big Brotherit për të gjithë banorët, këtu përfshir kremra të ndryshëm, veshje, përfshir edhe tani veshje për plazh, por edhe kremra për plazh. Do të kemi dhe mekanizmin e përzgjedhjes së finalistit të dytë. Do të thënë sonte do të hapet një tjetër televotim që do të zgjatë deri të shtunën, ku do të përzgjidhet edhe finalisti i dytë, ndërsa sonte njëri prej banorëve lër shtëpinë. Tani sipas analizës time, për lojën të cilën është bërë, për mekanizmin e lojës që është bërë, unë mendoj që banori i cili sonte do të largohet nga shtëpia e Big Brotherit është Shëndriti, sepse e disa është femër dhe mendoj që do të mbijetoj edhe një javë më shumë brenda kësaj shtëpie, për faktin sepse siç femrat u përdorën ditën e djeshme duke reklamuar fustanet që kishin ardhur brenda në shtëpi, mendoj që e disa do të jetë e përzgjedhura e produksionit për të qëndruar edhe një javë brenda në shtëpi, sepse shtëpisë në fund të ditës i duhen më së shumti femra, nga që do të ketë reklamat e fundit apo sponsorat e fundit që do të jenë pjesë e kësaj shtëpie. Do të thënë që do të vinë tashmë me brendet e tyre që do t'i reklamojnë brenda në këtë shtëpi. Do të thënë mendoj që Shëndriti do të mbyllën rrugtimin e tij këtu. Për Shëndriti edhe vetë ka thënë Big Brotheri im është i fituar, mekanizmi i përzgjedhjes pikërisht dy këtyre që kanë hyrë më në fund dhe Juelës ishte një mekanizëm interesant dhe mendoj që Shëndriti është sonte banori i cili do të lërë shtëpinë e Big Brotherit, gjë që kjo në fakt do të ndikon jashtëzakonisht shumë tek Selina, sepse Selin do të mbetet e vetme. Ndërsa Edisa do të vazhdon qëndrimin e saj në Big Brother, nga që shtëpia ka nevojë për femra, shtëpia ka nevojë për energji, do të thënë Edisa dhe provokimet e saj i duhen edhe një javë shtëpisë, do të provokon dhe Mateon dhe Brikenën, do të provokon edhe Selinën, do të thënë është një vajzë që me qetësinë e saj krijon një lloj grupi me provokime, dhe kështu që prej atij momenti do të kalojmë edhe në përzgjedhjen e finalistit të dytë, që unë mendoj që sonte televotimi i cili do të hapet për finalistin e dytë do të jetë mes Rogertit edhe Mateos, që në të shtunën me patjetër që në finale do të thënë do të shkon në Rogerti. Sonte do të jetë një prime i mbushur me tensione, i mbushur me debate, i mbushur me diskutime, do të thënë nuk është një prime i lehtë, kemi patur një dasëm, kemi patur hatërmbetje, kemi patur pikpyetje, do të thënë është një prime i gjithanshëm ku do të përfshi të gjitha ngjarjet që ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit.